Ky podcast mundësohet nga Shima e Milk Product, Gushta Events dhe AD Production. Përshëndetje miq të Sport Podcast, rikthehemi në episodin e dytë me mua Endri Qinaj dhe AD Production. Siç e theksuam në episodin e parë, një iniciativë e re për qytetin tonë për sjell një format të ri të emisioneve sportive në gjitha platformat sociale dhe jo vetëm. Edhe sot vjoj me sportin e futbollit dhe me një tjetër figurë emblematike të sportit shkodran, siç është Elvin Beqiri, ish kapiteni i Vllaznis, ish lojtari kombëtar shqiptare, aktualisht që jeton në Kanada për disa vite dhe kam kënaqësinë që ta intervistoj dhe ta kem të ftuar në podcastin tim. Përshëndetje profesor. Përshëndetje Endri. Kënaqësi dhe nder patjetër që të kem një figurë si ju pranishëm në këtë rrugtim të ri timin së bashku me bashkëpunëtorin tim Artur Drabea. Kënaqësia është e emja, Endri, sepse unë gjithmonë një mirë, sidomos në studiot apo emisionet sportive që bëhen në Shkodër, me gazetat në ndryshëm, gjithmonë një mirë, dhe të falenderoj për ftesën, edhe urej që të shkojnë marë kjo iniciativë me këtë podcast, sepse tashme ka dalë edhe si në modë podcasti, ndoshta edhe ne nina mirë, me një format të tillë, kështu që shkof marë edhe urime. E theksove vetë është një format tjetër për të sjellë personazhet e sportit aq të dashur qytetin ton, aq afër publikut, për të sjellë ndoshta ndryshe, siç nuk i kemi parë me thëna apo të pathëna, me përparshme, por ta nisim ndoshta me karrierën tuaj fillim, ato fillimet e para, vështirësitë e para tuaja debutimit që shkova deri tek Vllaznia. Sigurisht, edhe si çdo fëmijë normal, sidomos në Shkodër, kanë pas gjithmonë dëshirë për me luajtur futboll, ashtu kanë qenë allën, domethënë pavarësisht se vi nga një familje ndoshta muzikantash, nëse mund ta quajmë kështu, ose artistash, përveç nanës që kam pas mësuese Gjule Tërsijet, baba, 2 motra, vllai janë marrë, domethënë me art, me muzikë, vllai me pikturë. Baba në shkollë muzikës, 2 motrat po ashtu. Dhe ishte diçka ndoshta rësi për familjen tonë që dëshira ime ishte domethënë për komplet tjetër gjatë, domethënë jo pjesa e artit, po pjesa e sportit. Pavarësisht se ata janë gjithmonë bashkë. Dhe si çdo fëmijë kisha dëshirë me luajt, shumë e mend veten që rrisha me orë tana jashtë duke luajt futboll, dhe nana u bëte shumë herë ka herë, pavarësisht se ne kishim atë fushën e sportit aty afër shtëpisë, por shkote shumë gjatë deri në orë të vona, ato lojnat tona me top gjithmonë edhe në bord shtëpisë vazhdimisht. Domethënë ishte diçka që unë pata pas mendën në atë pjesën e futbollit, pavarësisht se baba ndoshta ka pas shef që nepte këtë pjesën e muzikës, fillume bashim edhe Në cilën vegël muzikore? Ferzamonik kishte qef, por pavarësisht se ndoshta fillume ata seancat me babën që bashim Ferzamonik, ata seancat me muzikës, por unë se kisha mendën. Po kush ishte shtysa juaj që ta nisit sportin e futbollit? Apo thjesht pasioni? Ishte thjesht pasion, nuk ishte domethënë në shtys nga dikush, po ishte thjesht pasion. Një idhull juaj, një futbollist që e pëlqej ndoshta. Vllai po ashtu kishte qef që me luajt futboll, pavarësisht se kishte pjesën e pikturës, që ishte në shkollë pikturës, po ashtu kishte qef me luajt futboll, duke pa atë domethënë që shkote me luajt edhe me shokët e tij, mundohesha me shku me njek. Dhe aty më thënë linë dëshira, pastaj unë mundohesha me shokët e lagjës, domethënë me vazhdu, me luajt futboll, krijoshim ata ekipet tona të lagje për lagje, vazhdimisht domethënë që sot ka humbur kjo traditë disi në Shkodër.
tash ka dalë diçka tjetër. Vjen keq ndoshta. Ka dalë diçka tjetër, ka dalë akademit, ka dalë shumë gjëra tjera, kalçetut e kështu ka evolu, po atëherë ka qenë shumë e vështirë ndoshta, por lezeti ka qenë shumë i madh. Po nga ato rrugica dolën talentet të mëdhenj. Po ka qenë me taman, ka qenë një lezet i madh për me luajt futboll, pavarësisht vështirësive, jo kushteve të mira. Po thuaj se ne gjatë verës nuk përdorsim pus, lushim në zbath vazhdimisht. Dhe shumë herë do më doshim, sepse atëherë ashtu ishin kushtet atëherë, por sakrifica, por pasioni ishte shumë i madh. Pastaj me kalimin e viteve unë u regjistova me ekipin e pionierëve të Vllaznisë, atëherë ishte trajner Ismet Hoxha, pata ndaj 1-2 vjet tek ekipi i pionierëve, si sigurisht trajneri juaj e parë ishte Ismeti? Trajneri i parë i moshave ka qenë Ismet Hoxha, pastaj kalova tek ekipi i paratrive me trajner të njerin Artan Boshati. Ishte viti i parë që u krijuan 2 ekipe paratrish, ekipi A dhe B, ne ishim te ekipi B sepse kishte një dynjë të madhe shumë lojtarësh që vinin nga ekipet e ma poshtme, pa nga ekipet e pionierëve dhe si rrelloi u krijuan 2 ekipe. Ekipi A dhe ekipi B. Shumë masivitet kishte. Te ekipi A ishte trajner Agim Media, profesor Agimi. Dhe kurse tek ekipi B që u kriju atë vit ishte u bë trajner Artan Boshati që vinte nga ekipi 30 si zëvendës trajner, vinte tek ekipi i paratrive, tek ekipi B. Aty fillova me një punë jashtëzakonisht të madhe nga trajneri Parsartani. Ishte ndoshta ajo pjesa që unë paktën fillova nga ana profesionale që kuptoja edhe më mirë rëndësinë e këtij sportit, të futbollit. Ishte shumë i përkushtuar, sepse ishte edhe vetë ishte një sfidë për të, ekipi një ekip rishtasi i krijuar, pra nga ato pjesa meton e lojtarëve nga ekipi A, por doli që në të ardhmen ka dalë shumë lojtarë. Që ishin, më t'i përmendesh pak? Po, në ekipin B disa më të spikatorit. Ka qenë Teli, Belisha, Kaçi, portieri Noja, po kemi qenë disa. Gjithë grup futbollistësh që dolën kampion me pas. Që dolën që ka qenë pjesë e ekipit kampion 2001-shin, gjithë dolën, po ashtu kanë qenë edhe disa lojtarë nga ekipi A, nga ekipi i profesor Agimit. Edhe dashë pa dashë u kriju edhe një sifar derbit, sepse ne lushim në kampionat të 2 ekipet bashkë dhe qëllote që ne lushim me njëri tjetrin. Kush e fitoi kampionatin? Dhe po ishim shumë shok me njëri tjetrin pa të 2 ekipet. Pastaj kur u bate fjalë për me luajt futboll, kishim ndeshje për shembull me kundër njëri tjetrit, atëherë mos na u bate shumë ndeshje fort, po kemi harrua ambicien. Krijoshim edhe shumë tifozlek nga kjo pjesa e derbit që u bë, sepse pastaj ishim shumë shok mbrapa, ishim shumë shok edhe vazhdojmë me kënë shok me njëri tjetrin, shumë miq. Dhe dihet kur u kriju një farë konkurrencë dhe nga kjo konkurrencë ndoshta ne u zhvilluam edhe më shumë që u kriju mes 2 ekipeve. Pastaj kalova tek ekipi i trive, ndoshta pa moshën, duke spikat tek ekipi i paratrive, unë kalova pak më herët tek ekipi i trive dhe aty me trajner përsëri Ismet Hoxhën, sepse edhe luan Vogatanen, sepse kalunin nga ekipet e moshave që ishin më poshtë, kalunin u banin një rotacion, kalunin tek ekipi i trive. Kurse te ekipi i trive na eta shumë pak, nuk e dia kam ndaj 4-5 muaj. Dhe specialiteti yt profesor, nga ato çfarë kemi dëgjuar, ka qenë ato goditjet e dënimit. Faktikisht goditjet e dënimit doni kam perfekcionu kur
fillova, duke marrë experience më shumë, duke rrit dhe duke marrë experience më shumë dhe duke punu, sepse ja çdo gjë vjen rastisht. Por atëherë nuk isha shumë i fokusuar te goditja e dënimit, por thjesht doja që të dërgoja top 10. Si sulmues isha qef me shënu çdo ndeshje dhe nga paraqitjet e mia që bëra me ekipin e Trivën, kalova tek ekipi i parë me trajner përsor serin, Sardedjen. Ishin periudha të vështira, atëherë ishte fillunin periudha rrëmujave, në 97-ën, trazirat. Ishte shumë periudha të vështira, shumë lojtarë iken, lanen në vendin dhe u kriju ekipi me një korrik, sepse u shkput kampionati nga trazirat dhe u thirrën përsëri ekipi. Ishte ajo faza grumbullimit. Dhe ne një pjesë na thirrën nga ekipi i Trive që të plotësonim ekipin e parë dhe një ndërta isha dhon. Kam qenë baba 17 vjeç. Ishte i kënaqësi e madhe sepse ishte i realizim madh që e kam pasur fëmijë, domethënë si çdo fëmijë, domethënë që ka qef me lut për qytetin e vet. Edhe emocionet ishin shumë maja, kam gjetë aty lojtar shumë të mirë, lojtar po ashtu edhe lojtar. Kush ishte konkurrenti në sulm në atë periudhë? Se s'po flasim për mbrojtjen, ku kalove më pas. Aty gjeta Sinanin që ishte edhe i ri, pavarësisht se më kishte disa vjet te vllaznia, po përsëri ishte i ri. Gjerslaku ka qenë një ndër sulmuesit e mirë në atë vit që dha kontribut në fitimin e kampionatit në 98-ën. Gjahysa ka pas volumi, po ashtu kanë qenë lojtarë të cilët gjithë shkodran kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh, një sakrificë shumë e madhe në atë vit. Më e mend shumë mirë, sakrificë shumë e madhe, sepse ishte mas rrëmujave. Situata ishte në vendin tonë shumë e rënduar dhe nuk ishte e lehtë për me bërë sport, domethënë me luajt futboll. Prandaj ishte një sakricë shumë e madhe aty në djemve, po ashtu edhe stafit me kryet trajni përsër Dedjen, përsër serin. Dhe bëjnë një fazë sportore shumë mirë atë vit, pavarësisht ta thash sakricë shumë mëdha, ne s'kishim ujë më la. Ishte zorra e stadiumit që lagëshim fushën, domethënë mas të video u lashim me zorrën e stadiumit, domethënë. Kaq ato kushte kanë qenë. Kushte vështira që kanë qenë atë vit. Dhe pastaj u marroi pjesa e atij kampionatit që u shkëput në gusht, se bëme si një fazë mini kampionatit në gusht para se me fillu kampionati i ri. Ishte 97-98, atë vit si dolmi në kampionat, marrune ato ndeshje që ishin pa u bë, ishte me fazë grumbullimit. U grumbulluam në Tiranë, ato u dalën dy grupe ekipesh. Ajo ishte grumbullimi i parë ose ndeshja e parë, ndeshja në më mend ndeshjen e parë me Vllaznin ka qenë kundër Shkumbinit, që kam luajtur 10-15 minuta. Emocion shumë i madh. Dhe çose më duket ka qenë Gjahysa që kam zëvendësuar, sepse nga që unë lusha në sulm, mas sulmuesit, edhe Gjahysa lute ka herë në sulm, ka herë si sulmuesi të Tërhegun dhe pa ta zëvendësuar Gjahysën më mend. Sigurisht, nuk nga emocionet e mëdha që kisha, nuk e di, a më kanë has ka më tokë. Ata 15 minuta që zgjati ndeshja. Ndeshja luajnë në Shkodër apo në Peqin? U pa të bënë në Tiranë, se aty u grumbullën. Nga që sistemi grumbullimit. Tanë ekipet aty u grumbullën në Tiranë, tek stadiumi Dinamo që sot, Selma Stërmasi. Aty janë përbën ndeshjet dhe ajo ka qenë ndeshja e parë që kam e mbajtur në ç'është memorien tënde? Gjithë jetën si ndeshja e parë me ekipin e Vllaznisë. Por vitet kaluan nga sulmues
kalove ndoshta në mbrojtje si e gjatë me spikate të kampionatit. Dhe pastaj kombëtarja gjitha me radhë. Kush ta bëri atë pozicioni apo vendose vetë? Unë pata një periudhë jo të lehtë tek ekipi Vllaznis, sepse ishte konkurrenca shumë e madhe. Ishte konkurrenca shumë e madhe, ka pas lojtar në atë pozicion, siç e thanë, jashtëzakonshëm. Sinani, Shlaku, Martini që u rikthy tek Vllaznia, pastaj erdhin Perloshi, Romeo Haxhia nga Fieri, pa Indieri, presidenti i Vllaznis atëherë Meftar Qela, në momentin që u ofru të Vllaznia gjithmonë do kishte ata ambicet e veta që ta bëhet ekipin sa më të mirë dhe merrte mundote me marrë lojtar më të mirë që ishte në Shqipëri dhe ne për ne që ishim tri, normal që na u vështirësohej puna për me dash me gjetë një vend dhe nuk ishte e lehtë për me gjetë paktën pjesa eme ka qenë shumë e vështirë, do të me shumë me punu për mo rrit edhe për me kriju besimin e trajnerit, për me dhënë një vend informacion. Dhe kalunin vite unë më lusha rezervë tek po atë pozicion kur në kampionatin në atë 2000 banin disa ndrime trajnerësh, erdhi Përsër Zani, trajner tek Zandragami, Indieri, tek Vllaznia, para dikun ka mesi kampionatit dhe Përsër Zani faktikisht kishte ato pëlqimet e mia e veta tek unë, sepse mante mend qysh me moshat. Kishte fiksu dhe e kishte dëshirë që unë të isha pjesë e formacionit edhe pa duke pas një farë benefitit që kisha gjatë lujtonit, ose unë kam përdor të dy kamët, si kamën e majt, si kamën e djathtë, njësaj dhe momentin që erdhi Përsër Zani më aktivizoi si mesfushor mbrojtës i majt. Edhe faktikisht kishte dëmtime në atë pozicion, lojtarësh me kartona që mungoshin, nuk po dite me fut në atë pozicion, po nga që i përdorsha të dy kamët, fillovan të luajnë mesfushor i majt, mbrojtës i majt, atëherë lushim me 5 mbrojtësa ose me 5 mesfushor. Aty ka qenë në fillimet e mia që fillova me luajtë formacion stabil. Pavarësisht se ishte shumë e vështirë për mua. Një legjendë si Ramazan Ragami. Ishte që ta vajtë startin ndoshta. Besimin ma kanë dhënë edhe trajnerët të tjerë, por si duket konkurrenca shumë e madhe në atë pozicion që ishte sulmues, ndoshta nuk e kishin krijuar akoma atë besimin 100%, edhe unë nisha veten që ndoshta nuk e meritosha për me luajtur, duhet të shumë me punu për me arrit nivelin e mirë edhe për me meritu për me luajtur informacion. Prandaj punosha shumë, por ta thash që aty ka pas shumë konkurrencë madhe hyje. Dhe për sezoni më aktivizohet në një rol të ri, unë fillova duke luajtur aty, sigurisht jo me atë rendimentin e duan, por me durim, me punë shumë të madhe, po ashtu me durimin e Përsër Zanit, sepse vazhdimisht më thuhet domethënë porositë që mos mendo që nuk ka rol jetë këtu edhe duhesh me thjesht sa për numër, mundoj me bë sa më mirë, sepse unë kam besim që ti mundesh me bë dhe ashtu rezultoi. Puna ime e madhe që po ta bë në atë fazë, arriti që unë pothuajse të lusha gjithonësh informacione dhe dzume një vend në kupat e Intertoto, po të me luajtë në Çipër, dhe unë vazhdosha lusha në informacion, pastaj u bë një rotacion. Trajnerësh iku Përsër Zani, erdhi në fazën përjitore, erdhi Përsër
Haxhi Osmanović, deda. Deda I famshëm. Edhe aty pastaj unë kisha këtë rol në këtë rolin e ri dhe vazhdoj edhe përsër deda për me më aktivizu në këtë rol, këtë pozicion. Unë vazhdosha, duke bë paraqitje të mira, sepse ja mora dorën, si thonë, te ky pozicion I ri. Dhe filloi kampionati, kampionati 2000-2001, atë vit që kena dalë në kampion, fillova si mesfushor mbrojtësimarit. Pastaj disa ndeshje kishim probleme kartonash, mungesash në qendër mbrojtjes, sepse atëherë lushim me 2 stopra, një mbrojtës I lirë, një nga stoprat mungoj për arsye kartonash dhe deda mendoj që më aktivizote mu. Stopër në atë ndeshje dhe unë bani paraqitje shumë mirë, s'ma mori mend. Po bani një paraqitje mirë, atëherë qëndrova aty pas. Ja, ka qenë sistem tjetër atëherë lushin 1-1 me sulmuesin kryesor, sa atë paka shumë lushin gjithmonë. Gjitha ekipet me nga 2 sulmuesa dhe 2 stoprat, si unë dhe Luan Zmiani që ishim 2 stoprat, marshim sulmuesat. 1-1. Kundërshtar 1-1 dhe kemi qenë në 2 stoprat më të mirë në kampionatin shqiptar. Atë vit spikatit dolet kampion. Ka pas shumë mbrojtësa të mirë, por kush ishte sulmuesi që të vinte me vështirësi? Përjashto Sinani ndoshta në stërvitje. Ja, në atë vit sepse ka pasur lojtarë të mirë shumë Superliga. Ekipi vllaznis, përveç Sinanit erdhi edhe Duroja. Jo, po them nga kundërshtarët tek Tirana, Partizani për shembull. Kurse tek kundërshtarët Fortuzi ishte që sulmuesi më I mirë, pastaj kishte edhe sulmuesa të tjerë, Daniel Gjafa ose Fjodor Gjafa që ishin te Dinamo për shembull. Kishte në Bana për shembull ose Elezi te Klushnjë që ishin lojtarë me shumë eksperiencë, domethënë që për mua ishin vështirë për të marrë, sepse dihet unë nuk I kisha, pavarësisht se basha paraqitje të mirë, pas se kisha eksperiencën. E duan si pozicion I ri, por edhe si lojtar I ri që isha. Dhe sigurisht kena punu shumë atë vit, sepse bëmë një fazë përjetore shumë të fortë në Cetinje, dhe nga ana fizike ishim pothuajse gjithë përgatitur. Atë vit kena bë mund kena bë shumë kilometra që vraposhim. Po që është shpërblyet fund. Dhe një ndër arsyet pse kena dalë kampionata ka qenë edhe shumë përgatitje fizike që kena bë. Ato terrenet vështira që kishte Shqipëria në atë kohë. Përveç cilësi që kishim në ekip, lojtarë cilësor që kishim në ekip, kena bë një fazë përjetore shumë fortë, shumë mirë. Dhe pastaj aty fillova tek pozicioni I stoperet, të lusha vazhdimisht dhe mas 6 muajve unë shkova, sepse unë isha pjesë e kombëtares Ujze e Njishave. Pastaj unë kalova tek ekipi I Tritonëve, të kombëtares të madhe. Është një skel filmi ajo jotja, pak a shumë, ta shkruash ndoshta debutimin e kombëtarin e parë, ndoshta do gaboje po ta shkruaje, po debutove këtu në Shkodrën tënde me një ndeshje të jashtëzakonshme kundër Rusisë. Siç isha të thënë ne, gëmullimi I parë me kombëtarin ka qenë në 2001 me të njëjtin Dinxhega, Dinxhega unë isha si që thash, I sapo dalën, një mërës I sapo dalën, nga ekipi vllaznis, me paraqitjet e mira që jonë bana tek ekipi vllaznis, atë bit që dalën kampion, kryu edhe I farë besimit edhe të njëri atëherë shumë Dinxhega për Sardini, që të gërmuosha me kombëtarin. Pra, pastaj unë 2 vjet rresht të gërmullosha me kombëtarin, në për grumullime, në për tonamente që bëhet e kombëtarja,
Po nuk isha stabil, nuk Po. isha, mund të lusha 10 minuta, që rekordi 20 minuta, pa nuk isha stabil, kurse me ardhen e Briglit, bëmë një turne mjekësor në Norça, në Itali, dhe unë bëna shumë paraqitet mirë atje. Dhe Brigli si ishte ta njëri që ishte kreja përshtypje shumë mirë për mu në atë turnament. Dhe kjo ishte edhe arsye pse unë u bana titullar ose pse fillova neshin titullar me neshin me Rose, pse ai krijoi një përshtypje shumë mirë në atë turnament dhe gjithmonë e mendonin që Neville Deda atëherë ishte titullar I kombëtarës dhe gjithë mendonin që Neville mund ta fillonte atë neshin si titullar, po këtë po pritë në Brigli ndryshoi mendim, sepse kishte kriju një farë besimi. Apo mbrojtës I djathtë me Rusin? Unë kam bërë lujt për stopper, sa atëherë lushim poshtë, me dy stopera, me mbrojtës lirë, unë Alia kena pa lujt stoppera, pra kishe partner Qipi mbrojtës I lirë, edhe ishte pa besueshme për mu, në qytetin tem nisha e parë si titullar, sepse ta thash unë kisha lujt me kombëtarën 2 vjet, por jo si titullar, dhe ishte emocion, pa pam, çdo gjë shka e mirë atë neshje. Fitume, ishte ndoshta pa imagjinueshme që ndoshta të fitoshim me një ndër skuadrat e mira që ishte në Europë atje Rusia me lojtarë shumë mirë që luajshin edhe në kampionat europian, jo vetëm kampionat rus që ishte në kampionat e forta, kampionat rus, por luajshin dënimeve. Dhe çdo gjë shka e mirë, ishte një ndeshje pa harrueshme për mua. Pastaj një ndeshje tjetër që do e shënjoje me kombëtarin përballjet. Ndeshja tjetër ishte mas 4 ditë me Irlandën. Ndoshta nuk fitume, po për mua, por edhe si ekip ne kena luajtur edhe më mirë me Irlandën. Që është e vërteta, ne kena luajtur mirë me Rusë, po me Irlandën kena luajtur shumë më mirë. Pavarësisht se nuk fitume, kena humbur shumë raste. Dhe Irlanda vite me lojtar Premier League angleze. Pa Robbie Keane, Damien Duff për Chelsea, Robbie Keane nga Tottenham. Shea Given portier. Shea Given I Newcastle, O'Shea I Manchester United. Po ishte gjysa. Lojtarë të jashtëzakonshëm. Ata lushin lojtarët lushin në Premier League, pa lushin jo me skuadrat njoftën si lushin këto tjerët, por dihet Premier Liga ishte top league dhe ne kena bërë një ndeshje shumë mirë. Po ato me 0-0, por ajo ka qenë domethënë përsëri një ndeshje e mirë. Po ato përballjet me yjet e Hollandës apo Portugalisë. Pastaj ka pas ndeshje tjera të mira me Portugalinë, me 10 ndeshje historike me Greqinë, që pastaj mohet mend nga gjithë shqiptarët ajo fitore me Greqinë që vite si kampionet e Europës. Mas 2 muaj për ta mujt atë skuadër ishte pa imagjinueshme, para masi ata ishin në shpall. Kampionet e Europës, me të njëjtin lojtar, me të njëjtin trajner, po ishte pa imagjinueshme, por asgjë nuk është e realizueshme. Ishte një ndeshje që tashmë kanë hyrë në histori, domethënë. Që edhe për mua, po për gjithë shqiptarët. Për gjithë Shqipërinë. Do të meritonte pak më tepër thojza ai brezi kombëtare shqiptare. Kishte lojtarë të vërtet talentuar. Ai brezi juaj. Patjetër. Ai brezi ka qenë shumë I talentuar, shumë lojtar cilësor, dhe kam pas fatin që me luajt në atë brez, por ndoshta eksperienca jo e mjaftueshme na ka bërë që ndoshta mos më arrit to nivele që ekipi kombëtar është sot, domethënë, për mos me kalu grupin ose me marr pjesë në kampionatin evropian që ishte ëndra.
Po atjetër, tashme kemi ëndër me lyt nga venet botëror, po atjetër ka qenë... Të vinë atje tek ty në Kanada. Shpresoj. Që të vjen keq, po atjetër që nuk mujt me bë një gjë të tillë, atëherë duke pas parasysh cilësinë që ishte në ekip. Sepse ende sot diskutojnë, po përmend emrat përveçëm, diskutojnë disa element kombëtar sikur të ishin sot me kombëtarën ato çuna ata djem. Në çdo periudhë ka ata historinë e vet, ka ata. Sepse ndoshta ne atëherë ishim një kombëtar modeste, nuk na konsideron. Gjoni, pavarësisht ndoshta nuk e kishim eksperiencën e duhur ndoshta si kombëtare për me pretendu me lyt në një eveniment tillë siç ishte kampionati evropian, ne kishim lojtar që lushin në kampionate të mira atëherë. Po. Ishte Iglitare, Bogdani, ishte Lala, ishte Hasi, që lutën në Champions League, mas pastaj erdhi Loriku, domethënë që po dihet karriera e tij, po Skela, Qipi që pat lyt një periudhë me Anderlechten e Frankfurtin, shumë lojtarë të tjerë, domethënë që kishin lushin në ekipe të mira, në Greqi për shembull, Strakosha, Morati, Haxhi. Ju vetë luanit në Ukrainë atë periudhë. Atëherë unë sa kalova në kampionatin e Ukrainës, pastaj për një periudhë shkurt kalova edhe në kampionatin rus. Pa ishim një grup lojtarësh mirë, bara që lushim në kampionatet, lushin kampionat mirë, forta, por kishin një farë eksperiencë, kuptimi e fjalës të pjesat luajtunin me klube, por nuk e kishim këtë eksperiencën ose ndoshta mentalitetin e duan për ose nuk ishim gati nga ana psikologjike për me dash me bë këtë hapin e madh, ashtu siç e bani kombëtarë në 2016 apo europianin e kaluar. Europianin e fundit. Por ka qenë një brez shumë i mirë. Brez shumë i mirë. Po ato përballet me Van Nistelrooy, me Ronaldon, besoj ngelin memorien tënde. Dha privilegj i madh për me lut kundër këtyre yjeve. Cili ishte më i vështirë? Ndoshta të vështirë kanë qenë disa sulmuese që ndoshta nuk janë të njohur. Jo as njohur. Për vetë faktin ndoshta nuk i njihshin mirë. Kurse këto që i kina njohur mirë, ndoshta e kina marrë masat mobilizuar maksimum. Jo se nuk ishin vështirë, patjetër ishin vështirë për me lut me Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic ose Robbie Keane ose Damien Dab, domethënë yjet e futbollit evropian apo botnor, nuk ishte lehtë, por duke pas parasysh që ta ishin yje, ne u mobilizoheshim edhe më shumë, ndoshta rrishim edhe pa fjet ta natë, domethënë se si me na lukta ta sulmuesa këta yje. Dhe ndoshta na ka ecë marr disa ndeshje dhe nuk i kena pas problem kuptimi fjalës, jo se kena pas problem, po nga që ishim shumë përqendruar. Edhe ja kena dalë dhe me disa sulmuesa të tjerë që nuk i njihshin, ndoshta kena pas më probleme, a kupton? Kështu që a privilegj unë kujtoj neshin e parë të Cristiano Ronaldo me kombëtaren, ne kishim miqësore me Portugali, edhe ishte neshja e parë Cristiano Ronaldo, unë nuk e njihsha shumë mirë, shokët e ekipit nga që unë lusha si mbrojtës i djathtë, Cristiano lutesh si wingi i majt. Kundërshtari direkt. Edhe unë kisha për të përballuar me të. Edhe ta më thoshe, unë njihsha pak, pa jo kujdes fintet e lëvizjet. Edhe ishte i ri në atë periudhë, shumë. Po, ishte ndeshja e parë, sa po kishte firmues me Manchester United atë vit, dhe domethënë ishte i sa po dalën, domethënë në ndeshja e parë me kombëtarin e Portugalisë dhe sa po dalën, domethënë edhe në në kombëtare. Dhe majmën që filloi ndeshja, ishte zhiv, i ri, me shumë energji, me shumë talent, me shumë pata shumë probleme atë ndeshje, pavarësisht se ka kanë surprizë se fitu me pjesën e parë 2-1. Ata kaluan në avantazh, kështu shënoi Pauleta, pastaj ne
ne bëmë 2 gola me Alien dhe me Taren dhe marrë pjesa parë 2-1. Shok portugezët. Shok. Edhe duke pas vështirësi gjatë gjithë pjesës parë me Cristianën, me ato lëvizjet e tija, me energjinë e tij, një moment nga fundi pjesës parë, diku ka minuta e 40, pa zhvendoset, po del në krah tjetër Cristiana dhe kaloi nga wingi i majt në wingi i djathtë. Do të thonë që shtova se po lirohemi fije dhe në moment sa shkaj Cristiana atje kur po shoh Figon duke ardhur në krahun tim. Top i art në atë kohë. Thash Rosh fërshun breshët. Dhe Figa sigurisht ishte në lojtar të Galaktiki Madridit, i Realit. Yjet, domethënë e Real Madridit, super form, thash ku më gjeti që kja gjota nga shiun breshën dhe ishte pa emocion i mall sepse besoj se këta janë gjëra që ke qafitan për aty në lojtarëve, pikërisht experience shumë madhe kur lun jo vetëm me këto lojtarë, por me këto ekipe në përgjithësi sepse Portugalia kishte yje. Ishte atë neshë, ishte Pauleta, ishte Deco, ishte Rui Costa, Figo, Fernando Couto, Carvalho, me super lojtarë. Por duke ki pasë vetëm kundërshtar yje, ki pasë edhe yje në ekip, kur ke luajtur në Ukrainë. Yaya Touré dhe Jordi Cruyff, në qovë si mund t'i përmendim. Apo dhe tjerë, po këto 2 me të njohurit. Kur shkova në Ukrainë mas 6 muajsh, që unë isha pjesë e Metalurgut Donetskut, u ofruan 2 lojtarë të ri nga bregu i Fildisht, që kishin luajtur në Beveren të Belgjikës, ardhen tek ekipi jon dhe një ndër ata ishte Yaya Touré. Sigurisht atëherë askush nuk e njifte, unë ma vonë mora vesh që ishte vllai i Kolo Tourés së Arsenalit që ishte në atë periudhë. Dhe kur e mora vesh, unë rësisht ose kisha një farë kuriozitetit me ditë sepse pse kishte orë në Ukrainë dhe pse s'kishte shkuar në Angli, sepse lutet vllai vet atje dhe ndoshta mund krijohet edhe mundësi, qoftë edhe me ekipet e kategorisë 2 ma poshtë, sepse dihet niveli anglez është shumë më lart se sa i Ukrainës, e më pati thënë që unë për momentin nuk jam të luajt në kombëtare dhe Anglia ka një rregull që merr në kampionatin anglez Premier League lojtarë që luajnë 75% në kombëtare të vendit. Të vendeve përkatëse. Ai ishte i ri dhe kombëtarja bregut Fildisht atje nuk e kishte grumullu, kishte grumullu vetëm vllahun e vet. Dhe pastaj vlerët e tij u dishin, i kishte ato cilësi dalloshin në stërvitje. Ishte i papërmbajtshëm. Ishte i papërmbajtshëm. Me pas një karrierë e jashtëzakonshme atij. Kalote ato lojtarë që kanë piketa. Sigurisht niveli i Ukrainës ishte mjaft i fortë, sepse bëhet fjalë me lojtë edhe me kundër ekipit të Shakhtar Donetskut, Dinamo Kiev që kishin lojtarë super lojtarë. Ekipi Champions League që merrin Champions League, merrshin vazhdimisht pjesë në Champions League, por ky domethënë ishte i papërmbajtshëm. Fletova karriera e tij, pastaj Barcelona, Manchester City. Një vit e gjys pa të luajtur aty, pastaj kaloi në ekipe tjera, deri momentin që shkoi te Barcelona, te Manchester City, prej te Metalurgu shkoi në Olympiakos, prej aty te Monaco, pastaj te Barcelona, dihet karriera e tij. Po ishte një kënaqësi domethënë edhe për ta pa mbrapa karrierën e tij dhe ishte një lojtar i mirë, ishte edhe një i mirë, shumë fetar, u falte 5 herë në ditë. E ki pasë edhe shok gëllome. Unë e kam pasë edhe shok gëllome një periudhë, sepse ai rrite me shokun që kishte nga bregu i Fildisht, po ai pati disa probleme dhe dëmtime dhe nuk ishte pjesë e ekipit. Domethënë dhe unë
qelloj me ndu me Turin për disa kohë dhe ishte një njeri mirë, njeri shumë i thjesht, shumë fetar si ta thash, dhe ban kishe lezet për me edhe mendoj me komuniku. Po Jordi Cruyff, një figurë që ndoshta erdhi për të mbyllur karrierën në Ukrainë. Edhe ai i jashtëzakonshëm me Barcelona, me Manchester United. Ishte një periudhë që u bën një rotacion trajnerësh, ne na ardhi një trajner nga Spanja, spanjol, Alonso, i kishte një eksperiencë, që kishte luajtur me disa ekipe në kampionatin spanjol, ishte i njoftën në vendin e tij dhe ai afroi Jordi Cruyff tek ekipi jon. Si një njohje e vjetër. Ishte pjesë sepse kishte pas një ekip më përpara duket në Alaves, duket ose një ekip tjetër, nuk e mbaj mend shumë mirë, po e di se kishte pas një ekip. Dhe sigurisht Jordi Cruyff ishte në fundin e karrierës, erdhi tek ekipi jon, kena pa luajtur bashkë rreth një vit e gjys, e mbaj mend, pavarësisht se ishte në moshë, por ata cilësitë kishte domethënë. Sepse u bate fjalë me arë një lojtar që kishte luajtur me Barcelonën, me luajtur me Manchester Cityn, ndoshta nuk ka lënë shenjë siç kanë lënë ato yjet e këtyre dy ekipeve, po tjetër të shkosh deri aty, ka qenë pjesë e skuadrave. Këtë domethënë vetë për vetë eksperiencë, domethënë ishte privilegj i madh për ta pas në ekip edhe thjesht edhe për me bën një muhabet thjesht me të, domethënë ishte një benefit i madh. Një eksperiencë e zakonshme. Për çdo kënd, domethënë. Për ta mbyllur që ishte edhe djali një. Për ta mbyllur këtë pjesë tënde si e karrierës si futbollist aktiv, vllazëri se tradhove kur. Po them brenda Shqipërisë. Ofertat e diçës kanë munguar. Nga Tirana, Partizani, Dinamo, ekipe prestigjioze të kampionatit shqiptar. Sigurisht gjithmonë kur je i kthyer tek vllazëria në shtëpinë tënde. Unë në radhë parë, përveç se unë kisha dëshirë për me luajtur me vllaznin, por në radhë parë du me falenderuar çdo trajner edhe çdo president që më ka pas dëshirë që me mallon përsëri mundësinë për me luajtur me ekipin e vllaznisë, domethënë edhe përveç dëshirës time për të rikthyer, ka qenë edhe Kambulja edhe këtyre presidentëve dhe trajnerëve. Dhe por dëshira jote ka luajtur një rol shumë madh. Nuk njeh asnjë vend tjetër më mirë se shtëpi tonë. Mirë, edhe duke pas parasysh që unë kisha një nostalgji edhe me periudhën më përparshme dhe duke ditë që suporti që më ka dhënë edhe tifozat në vitet të vllaznisë, kisha ndoshta një farë për detyret, për me luajtur me vazhdu me dhënë kontribut për këtë ekip, për këtë qytet dhe nuk i kam pavarësisht se i falenderoj gjithë ekipet që janë interesuar, ekipet e tjera që janë interesuar, po unë kisha mendën gjithmonë tek vllaznia për me vazhdu me dhënë kontribut për këtë qytet, sepse e nisha vetin Borzhli ndaj qytetit, ndaj tifozave, ndaj klubit, domethënë për çdo gjë, sepse fundit ky ekip me ka ba kë që jam. Kështu që prandaj vazhdimisht akoma njem Borzhli nga ai qyteti, nga ai ekipit. Po ky kapërcimi nga futbollisti në trajner, sa i vështirë është? Sigurisht ka ato vështirësitë e veta. Ju nuk i ndaheni futbollit, jeni sërish pjesë e futbollit si trajner gjithnjë. Patjetër. Kisha dëshirë, domethënë edhe licencat e trajnerit anë dhe bën unë e kam marrë gjatë kohës që unë isha duke luajtur, sepse kisha dëshirë që të vazhdosha përsëri me futbollin, nuk kisha dëshirë që të shkusha. Dhe dy licencat A dhe B unë e kam marrë gjatë kohës që isha duke luajtur vllaznia. Dhe sigurisht nuk është diçka lehtë kjo kalim, se duhet shumë gjëra për mi perceptu ndryshe. Ndryshe i percepton kur je lojtar, ndryshe i percepton kur je trajner. Dhe sigurisht edhe me eksperiencën e disa trajnerëve që unë pata punu në momentin që unë
bana, se më thonë, hina tek rruga e trajnerit. Ishte një eksperiencë shumë e mirë puna me trajnerin Kroato Boshnjak tek kombëtarja Xhemal Mostadanagic. Duke di që ai ka një eksperiencë shumë madhe si një legjend e futbollit ballkanis. Trajner, po. Që ishte lojtari i Dinamo Zagrebit për shumë vite, po edhe si scout si trajner, sepse ka nxjerr lojtar me shumë emër nga ekipi kroat. Mos ta çon shumë lart, po Luka Modric, kështu që nuk ashte lehtë. Që ka vyer shumë për të punu në akademi te Dinamo e Zagrebit, duhet të jesh shumë i aftë, sepse ata kanë përshmëri shumë të mëdha. Patjetër. Dhe ishte privilegj për mua që unë punova me Xhemon, po ashtu po ata punova shumë pak me përsër ligën. Hasan Ligën tek Vllaznia si tërë pavarësisht se ne ishim kategori 2 atë vit. Dhe normalisht që nuk njehesh mirë, por unë jam dhënë shumë mirë kuptimin e fjalës, sepse ndallë parë po punosha me te Vllaznia, te ekipi im, po ashtu po mundiva mirë sepse po punosha edhe me Përsër Hasanin, me një figurë, një ndër figurat kryesore të trajnimit në Shqipëni. Dhe këto eksperjenca më kanë ndihmuar shumë në rritjen time profesionale për sa i përket trajningut. Pastaj gradualisht fillova pastaj duke punu në mënyrë individuale shumë, duke pas eksperjenca mira me ekipet e kombëtarëve, por edhe me ekipet tjera që ndoshta nuk është një eksperiencë e gjatë, por mua më kanë vënë shumë si trajner. Për 4 vitesh thuaj se je në Kanada tash, për transferuar së bashku me familjen tënde, atje s'është ishte aktiv me futbollin. Po, ishte një vendim që nuk e kam pas as pak lehtë. Ishte diçka që dosha edhe nuk dosha me provu, por në fund më nosam për ta provu. Unë kam gjithë njerëz atje në Kanada. Familjarët tuaj. Dhe suportin e kisha, kuptimin e fjalës në një vend huj, por dosha gjithmonë me vazhdu edhe pjesën e karrierës. Sigurisht në bashkëshortja me fëmijët ishin ato dakord, pavarësisht se bashkëshortja gjithmonë ishte skeptike për sa i përket futbollit. Atje në Kanada, duke ditë që atje nuk ka shumë i zhvillum, pavarësisht se tashmë është i zhvillum dhe po zhvillohet vit pas vitit. Nuk është si sport primar, ta themi. Po nuk është, Amerika mund të jetë më zhvilluar se sa Kanada, po Kanada tash ka filluar domethënë vitet e fundit duke marrë pjesë në kampionat botror 2022, po ashtu edhe pjesëmarrjen që do kenë 2026. Po edhe atje tash ka një farë impakti dhe sigurisht edhe unë isha skeptik, që është e vërteta. Isha skeptik në një vend që ndoshta nuk është i zhvilluar futbolli, por kisha besimin që paktën në profesionin tim mundem me vazhdu atje. Dhe unë pata fatin në momentin që pata shku me hinë një ndër akademitë e mira në Toronto, që ndoshta duket si shifër e pa besueshme, po është një ndër akademitë që ka rreth 3.000 lojtarë të regjistruar të moshave, bëhet fjalë për 4 vjeç deri 18 vjeç. Masivitet i madh. Masivitet shumë i madh. Dhe unë fillova aty punën si trajner dhe ndims edhe për të lënë atë eksperiencën time, ndims i disa trajnerëve që aty ishin të pjesa e ekipeve profesioniste, sepse ato janë dëme ekipet amatore dhe profesioniste. Dhe më shumë shpejt u bëna drejtor teknik të akademisë dhe vazhdojmë akoma
në këtë stad dhe Nuk e dihet. jam i kënaqur të ajo pjesë sepse është ajo profesionin tem, ndoshta ato nivele të mëdha gradualisht vinë me kalimin e arrim kohës. me kalimin e kohës, por për momentin ndihem mirë dhe ndihem komod te kjo pjesë. Të shumë suksese të kjo pjesë dhe të shoh me një ekip parë sa më shpejt. Faleminderit. Kalojmë tashmë tek aktualiteti me që jemi në fund. Vllaznia e këtij sezoni, krahasuar ndoshta me periudhën tënde, pak vite larg kur doli kampion, mungesë shumë besoj e theksuar apo jo, profesor. 25 vite pa kampion Shkodra duke sikur e vuar. Të vjen keq të vjen keq sepse Vllaznia nuk ka mësuar me ka gjatë po titull kampion, pavarësisht se e fitu me 2 herë kupën e Shqipërisë, por ajo që e gëzon këtë sportdarës është ajo titulli kampion. Dhe kemi qenë ndoshta shumë afër, edhe periudhën kur isha unë duke luajt, vitet 2008-2009, po ashtu edhe vitet e fundit kemi qenë shumë afër me president Alban Xhaferin, por nuk ishte e thënën për të shpallur kampion. Shpresojmë që ky vit. Pse si pashu, çfarë po mungon? Ai hapi cilësor për shkuar tek kampionati. Po, kjo është një garë, nëse mund ta çojmë kështu, kjo është një garë edhe në garë mund të ndodhin çdo gjë. Pavarësisht dëshirës të madhe që mund të kesh, dikush tjetër bën më mirë se ti dhe shpallet kampion, nuk du me paragjyku as kërkën, por mendon që ekipi duhet mendoj për një projekt afatgjatë, sepse ndoshta titullin kampion e don çdo kush, por për të krijuar ata bazat e forta që ky ekip të ketë gjithmonë suksese dhe të ketë edhe të ardhona si klub të jetë i fuqishëm nga ana financiare, sepse dihet një klub të kur është i fuqishëm nga ana financiare ka mundësi edhe për zgjall lojtar, dhe ata janë ata aktor kryesor dhe që të napin ata rezultatin. Që Vllaznia duhet mendoj për një projekt afatgjat, dhe sepse i ka mundësi se dihet që Shkodra është djepi futbollit dhe ka nxjerrë gjithmonë element të ri në këtë drejtim, është fidanishte për çdo ekip, po, jo vetëm për ekipin e Vllaznisë, por ne po e shohim çdo ekip kampionatit shqiptar ka Shkodran. Një Shkodran, po, nga Akademia e Vllaznies ka dalë pothuajse gjithë. Dhe të vjen keq që ndoshta nuk menaxhohet ashtu siç duhet. Nuk du me paragjyku e thash edhe herë, por ka qenë ndoshta edhe mundësinë edhe për menaxhimin, por Vllaznia është një minier për me dasht me kriju një buxhet shnosh për ekipin edhe për gjithë. Është një minier që mendoj që edhe presidenti Xhaferi e din këtë pjesë, po ndoshta duhet ato disa mekanizma tjera të shumë gjana që nuk janë të lehta për të realizuar, por që ky qytet duhet të nxjerrin atë materiale, atë arin që ka me të vërtet kjo ekip. Sa reale sipas jush mund të jenë shanset për titull kampion këtë sezon? Kush mund të jenë edhe rivalet kryesor? Pavarësisht se tashmë duket sikur është ndarë pak a shumë gara. Me të drejtën, unë nuk shoh një diferencë madhe mes ekipeve, të 10 ekipe që nuk shoh një diferencë. Edhe me ekipet e poshtme të tabelës. Nuk shoh pra kush ka vend fundi për momentin Tirana me vendin e parë Ignatja. Për shembull. Po në një ndeshje të tillë kur shoh një ndeshje mes tyre 2 ekipeve nuk shoh një diferencë. Po siç mund ta shihsh për shembull në kampionat anglez, kampionat italian ose kampionat spanjol, diferenca për shembull kur luajnë 2 ekipet. Kur luan Real Madrid me Levanten për shembull. Ka het kundërta po. Dhe një anë është e mirë sepse kampionati bëhet e fortë, por nuk mundesh edhe me thonë që nuk mundesh me thonë që kjo është
pretendente absolute për kampionin. Më pëlqen mënyra e lojës së Ignatjes. Trajneri Tetova ka bë një punë fantastike me atë ekip, ndoshta nga kushtet nga komuniteti që i ka dhënë edhe vetë presidenti me blemin e lojtarëve, me zgjedhjen e lojtarëve. Ka goxha dorë të lirë. Po ashtu edhe Dinamoja që është me ardhen e trajnerit Daj, domethënë që ka një farë cilësie në mënyrën e të luajtunit, daljes me ide në lojën e tyre që bëjnë vllaznia. Më pëlqen nga fakti më shumë nga fakti i ndryshimit që trajneri Martini i ka dhënë për një farë mentaliteti të ndryshe nga Berdariçi, ose se ka pas Berdariçi, po Martini ka përforcuar edhe më shumë. Atë grindën ndoshta. Grindën dhe për mos dorëzimin në asnjë sekondë dhe kur janë në fitore, domethënë vazhdojnë me të njëjtin, mundohen me vazhdu me të njëjtin ritëm, bilet ka herë thënë vllaznia nga herë nuk duhet të konsumohet shumë, sepse si shkak i kësaj ndoshta edhe futbollistët konsumohen shumë dhe dëmtohen më shpejt. Ne kemi pas shumë dëmtime. Edhe ndoshta nga kjo pjesë ndoshta mas duhet me menaxhu pak më mirë, duhet me kanë marrë racional sepse kampionati është i gjatë. Pra ti mund të bash 1, 2, 3 ndeshje me intensitet të lartë, por duhet pak fleksibilitet te pjesa e menaxhimit, po duhet me kanë më fleksibël dhe kjo mendoj që ka qenë ato pikat e dobta të vllaznisë gjatë kësaj periudhe. Po shpresojmë paken tashmë me vitin e ri, si sa po hyme, vllaznia ka filluar mirë, ishte në ndeshjen me Ignatjen, po bani një paraqitje shumë mirë. Dhe shpresojmë që të vazhdojmë me gjendjen rritën, sepse kampionati është shumë i gjatë, ka shumë ndeshje. Ka gjysmë kampionati për të luajtur. Dhe me grupin që ka, me lojtarët që ka, mendoj që mund të jetë kampione këtë vit, nëse gjithmonë, nëse duhet të ruhet ajo pjesa e menaxhimit shumë mirë të ndeshjeve dhe vazhdimësisë, rezultate pozitive. Urojmë që të dalë kështu që si thoni ju profesor, por kam edhe pyetjen e fundit para se ta mbyllim. Ju thet vllaznia në të ardhmen, i gatshëm për të kontribuar si trajner i parë tashmë, pas kontributit si futbollist. Jeni larg, por këtu kanë ardhur nga gjitha cepat e botës. Sigurisht nuk mund të thush ja vllaznisë asnjëherë, edhe aq më tepër që ne jena shkodran, ne jesh shumë më komod, ne jesh shumë më motivuar, ne jesh pra kem shumë gjëra që ndoshta je një herë para nga një trajner tjetër që ndoshta pa paraqikuar se kanë, por ke shumë më tepër përgjegjësi edhe aknaci e madhe që ti jesh pjesë e këtij ekipit. Pa unë isha shumë i kënaqur si kur isha zëvendës trajner pra ishim kategorisë dytë, isha shumë i lumtur të kem pjesë, kështu që po pavarësisht se kunollet vllaznia, domethënë do vi ti i lumtur gjithmonë kur je pjesë e këtij ekipi, domethënë, kështu që por për momentin unë e kam pa mujtën për më shkput pak për momentin nga Kanadaja dhe ndoshta një ditë ndoshta mund të rithena, por aknaci e madhe që kontribuosh për këtë qytet. Edhe për mua ishte kënaqësi profesor të kisha në këtë bisedë, ku thamë edhe disa kuriozitete ndoshta që nuk i dinim më përpara. Duroj shumë suksese Kanada dhe pse jo të shohim me një ekip shumë shpejt, ekip parë flas. Faleminderit. Ende unë duroj shumë suksese në këtë rrugtimin e ri që keni filluar me podcast, sepse është tashmë ka dalë në modë kjo pjesë dhe është shumë e suksesshme. Dhe duroj shumë suksese. Falenderoj. Ju falenderoj dhe ju miq për vëmendjen, ne do jemi sërish të javën tjetër me tjerë ftuar dhe tjerë protagonistë sportit shkodran. Miru takofshim. Ky podcast mundësohet nga Shimaj Milk Product,
Gushta Events dhe AD Production.